Sjellja që ti bën me bashkëshorten tënde ka ndikim tek fëmijët. Pra ndikon shumë tek fëmija yt. Nëse sillesh keq me bashkëshorten tënde, duhet ta dish që kjo do të ndikojë negativisht tek fëmija yt. E nëse ti sillesh mirë me të, atëherë edhe fëmija yt pra do të ketë kjo një ndikim tepër pozitiv tek ai. Dhe ne dim shembuj të shumt të fëmijëve pra që prindrit kanë pas probleme me njëri tjetrin, edhe ata tepër të shpërqendruar, ana psikologjike e tyre tepër pra e rënduar. Dhe mos harro, profeti alayhi salam ka porosit që me u sjell mirë me familjen. Më i miri prej jush është ai më i miri me familjen. Kështu kuptohet prej hadithit profetit alayhis salam. Pra ai që sillet më së miri me familjen e tij. Prandaj, vlla im, mundohu që ta përmirësosh veten. Mundohu të tregohesh më i sjellshëm. Dhe kjo patjetër edhe si mëshirë për fëmijët e tu. Elusim Allahun e lartësuar që ta përmirësoj gjendjen tonë. Amin.